Gjithsesi sinqeriteti në fillim është diçka që edhe shihet pas një kohe, nëse njeriu i bën veprat e tija, punët e tija të përditshme, qofshin ato, apo ato të ibadeteve që e ka me Allahun subhanahu wa taala, gjithsesi shihen nëse ka ndonjë target tjetër jashtë Zotit. Kërkohet patjetër edhe me njerëz të jemi sinqert, sepse sinqeriteti jep siguri. Edhe siguria është çelësi kryesor i suksesit në punë biznesor apo edhe në veprat tona tjera, qoftë edhe në familje edhe me fëmijët tonë. Nëse nuk jemi sinqerisht tash, ndoshta në ato momente, minuta që e përfundojmë edhe bisedën me dikën, por njëtën ku nuk jam i sinqert, dije se përfundimi nuk do të jetë ashtu që shkërkojmë. Kjo varet normal tek personi i cili gjithmonë e synon Zotin. Allahu është xhelos. Dhe e thash kështu sepse nëpër librat e dietarëve përmendet kështu. Mundem edhe me kesh kuptuar dikush me shikuesve, na shpjegoj pak se edhe më dizi kurreshti po. E vërtet. Do të thotë Zoti nuk e toleron tek robi i tij, të cilin e ka kriju dhe i jep çdo gjë dhe përfundimin e ka përsërit te ai, e ky ta ketë ndonjë tjetër dikan për qëllim e jo Zotin. Qoftë në adhurime, po edhe në vepra tjera, sepse sinqeriteti e bën vepra të rëndomta i bën edhe ibadete. Gjumin e kthen në ibadet. Gjumin agjërusit për shembull tash në Ramazan. Po patjetër, sidomos në Ramazan, çdo hap që e bën besimtari tash i shndrohet në sevape, në adhurim, që ndoshta neve na vështirësohet edhe me shpjegu. Tash sinqeriteti, Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete e prek këtë temë, sepse sikur që e përmendëm në fillim, njeriu e ka të lehtë devijimin, e ka pak më zor udhëzimin. Edhe njeriu gjithmonë e kërkon të shpejtën. Domethënë unë e bëj një hap apo bëj një punë, do të shpresoj një lavdat prej dikujt ose një miratim prej dikujt, e harroj atë rezultatin e sinqeritetit të sinqert që fillon me një qëndrueshmëri të pastër, të fortë, edhe normal në botën tjetër. Allahu thotë: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din." Dhe njerëzimin përgjithësi e në veçanti besimtarët nuk janë urdhëruar me diçka tjetër vetëm se ta adhurojnë Allahun sinqerisht. Ajeti na tregon se ka mundësi ta adhurojmë Zotin, por jo edhe sinqerisht. Allahu po kërkon të jemi të sinqert, sepse të jesh adhuruesi i Zotit, wa ibadur rahman, ja adhuruesi i Zotit dhe këtë nofk ta dha Allahu subhanahu wa taala, është një premi prej Zotit. E këtë do të ruash. Elementi i parë dhe i fundi është sinqeriteti. Dhe sinqeriteti interesant e shndron ajo që është e pak, e shndron në shumë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë veç roli i sinqeritetit në aspektin e dhënjes, si një shembull, si shpejt, thotë sabaqa dirhamun elfe dirham. E ka te i kaluar një dirham 100.000 dirham. Pse? Sepse gjendja shpirtërore e njeriut i lidhur me Zotin subhanahu wa taala e bën dhënien qoftë me numër pak tek Allahu shumë, sepse neve me Allahun lidhjen që i kemi nuk e kemi në aspektin matematikor, me shifra me sende, vetë çështje e bën e vepra ti ngritesh tek Zoti.